Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin "Rriten pensionet, sa fiton çdo kategori". Hyn në fuqi vendimi i qeverisë, minimumi në qytet 15.000 lek. Ministri Blendi Klosi, 2.6 miliard lek efekti në buxhetin e shtetit. Pensionet e parakoshme plus kompensimet arrin në 14.000 lek. Letra e shefes së operacionit ndërkombëtar të monitorimit, Vasili në kundërsulm, duhen sqarime. Kalavera, monitorim, nuk vendosim ne. Ministri i Drejtësisë, pse u ndryshua emri nga bord menaxhimi në bord qeverisës? Replika, Çakuli Berishës, qytetari digjital jam unë. Akuzoi fiksin për rishfet, flet drejtori i programit, paranoi. I shkreu i Partisë Demokratike, morën 10.000 euro. Përgjigja, të censuroj edhe Rilindja Demokratike. Intervista, kreu Institutit të Arkeologjisë, mbi shkrime romake tek Veliera. Nga Blendi Fevziu botohet opinioni ditës me titull "Dështimi i filozofisë së Sorosit në Shqipëri". Nga Ben Andoni, dekriminalizimi, një udhkryq për drejtësinë tonë. Dokumentet, pronat, zbardhet formulari për të marrë informacion për 26.000 dosje. Intervista, Dashamir Shehi, si e dëmton Partinë Demokratike në zgjedhje ndarja e re territoriale. Vrasja Elton Qiqos, rrëfimi Renato Miloshit, çfarë më tha Jani Alia para krimit. Pronat në Korçë dhe Pogradec, statusi për çdo dosje në Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Lista emërore botohet në brendësi të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama çelet me titullin "Rritja nga 1 marsi, pensionet, kategoritë që marrin kompensim". Nis sot indeksimi me 3% i pensioneve. Sa është shtesa për çdo kategori dhe pensionistët që përfitojnë kompensim për ushqim dhe drita. Spahiu, në Çadër më bën atentat. Takimi me Berishën, besa bes për të lënë pasi natet e vjetra. Intervist, rrëfimi kreu të Aleancës Kuqezi. Berishën e kam rrëzuar nga pushteti, por tani na bashkon kauza. Flet vllai i shkrimtarit Dritoroi Agolli, me Kadaren ishim miq, pse u ftohën? Dritoroi thoshte se Mehmet Shehu e vran, nuk ishte agjent. Bregasi, politika të zbatoj reformën. Rama me biznesin, bëni presion për të zhbllokuar vetingun. Kreu i opozitës, premtimi Bashës, jo pension në 250.000 lek. Kryetari i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtim Idrizi me ofertë të re. Të ulemi në tryez për pakt kombëtar bashkimi. Premiera, 5 djelmoshët, Helidon Fino, pse provova regjin. Një opinion nga Presh Zogaj mban titullin "Për një qeveri të zgjedhjeve dhe vetingut një herësh". Nga Dritan Shano, Edi, të presim. Nga Lindita Arapi, kthim prapa, dobësia e Bashkimit Evropian rrezikon Ballkanin. Nga Brenton Kotori, Dr. Strangelove ose si mësova të dashuroja bombën, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, banesat, rregullat e reja për hipotekën, legalizimet, udhëzimi i ri, procedura që do të ndiqet për të marrë tapinë e ndërtesës. Nuk do të ketë aplikim në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajshme, procedura që do të ndiqen dhe afatet. Banesat, procedura dhe afatet e reja që do të ndiqen, dokumentet për verifikimin e sipërfaqes dhe të situacionit. Hetimi i Qez, Shkëlzen Berisha akuzohet për 200.000 euro, nuk bën betimin para ballës. Zhduken mijëra tonelata me mbetje kimike në Shqipëri, hyjnë nga Italia, media italiane, 22 kontenier do të shkonin në Maqedoni, gjysma mbeti në Shqipëri, reagojnë institucionet. Një opinion nga Genzburimi mban titullin "Letër mikut tim pro veting Nazarkos". Lojrat islamike, pjesëmarrja na identifikon me fen. Studiuesi Piromisha flet për impaktet që do të ketë vendimi në arenën ndërkombëtare. Vetingu, bordi operacionit ndërkombëtar të monitorimit, ping-pongu me letra për kompetencat dhe kushtetutën. Bujqësia në Baldushk, parcelat e vogla të tokës mbulohen nga serrat. Lufta për të siguruar jetesën, fermerët, një pjesë të vitit punojmë në Shqipëri dhe pjesën tjetër shkojmë në emigracion.
Në rrezik për jetën, djalit 25 vjeçari duhet bërë transplant palce brenda javës. Apeli i familjes, mblodhën 50.000 euro, duhen dhe 30.000 për ta shpëtuar. Ministria, përgjigja vjen pas 20 ditësh. Mjekët nuk ka garanci më shumë se 6 ditë. Mbillnin kanabis, pranga 16 personave. Ndalohet polici i forsave të ndërhyrjes së shpejtë dhe 2 kryepleq. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo çelet me titullin "Të enjtën vetingu në kuvend". Vasili Kalavera, korrespondencë e tensionuar për rolin e operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit duhet paraqes listat dhe vlerësimet e veta për kandidatët që do të bëjnë vetingun brenda ditës së nesërme, ndërkohë që deri të hënën duhet ngrihet komisioni ad hoc. Kreu i operacionit ndërkombëtar të monitorimit Kalavera dhe ministri i drejtësisë Vasili debatojnë në distancë. Deklaratat, Rama, gjykata ka sapan mbi pronat. Basha, qeveria një me krimin. Gjatë një takimi që pati dje me përfaqësues të biznesit, kryeministri Edi Rama nuk i ka kursyer përsëri akuzat mbi sistemin e drejtësisë. Për kryeministrin, gjykatat në përgjithësi, por dhe gjykatat administrative e shtuar vitet e fundit janë kthyer në kasap që rrjepin sipërmarrësit dhe grabisin pronat e qytetarëve. Prenga, reagimi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe OSBE-ja në qershor jo më kriminal në kuvend. Pastrimi i parave, zbuluam 28 milion euro të pista, i pushoi prokuroria. Në vitin 2016 pati 1300 raportime për transaksione të dyshimta. Nga këto, 184 raste u dërguan në prokurori, vetëm 5 kaluan në gjykat. Rastet e tjera të paraqitura u mbyllën nga prokuroria. Idrizi, pakt kombëtar për drejtësinë dhe integrimin. Shpëtimi Idrizi në një takim me strukturat e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet të Tiranës u shpreh gatshëm të negociojë për zgjidhjen e krizës politike, me kushtin e votimit të institucioneve të drejtësisë sipas vetingut. Ngërsh është cikli karikaturave nga Bujar Kapexhiu, edhe një të shtyrë. Lul Basha duke shtyr monumentin e rilindjes, Edi Ramën, gënjeshtar largohu. Shqiponja e Boçarit dhe Kolokotronit, klithma e Kapexhiut, karikaturat e mia i marrin dhe nuk paguajnë. Një koment nga Richard Fuchs mban titullin "Europa mund të bëjë krenar". Nga Lulzim Hoxha botohet komenti "E vërteta nuk është në interesin e askujt". Nga Ndriçim Kulla, apologjimi ndershmërinë në vendin e të korruptuarve. Në brendësitë gazetës Mapo sot është suplementi Mapo Ide, alocentrizmi dhe tranzicioni janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf çelet me titullin "Tymi i bardhë i plerave të importit paralajmëron tymin e zi të vdekjes". Pas publikimit të krimit njerëzor dhe hetimeve të antimafjes italiane, flet profesor Sazan Guri. Skandali i zbuluar për varrosje në tunele dhe galeritë e minierave të Shqipërisë të 600 ton helmeve, i barabartë me 1200 metër kub, ka qenë shkaku pse kryeministri Rama këmbgulte të miratohej ligji plerave nga importi. Cilat janë 35 zona dhe qytetet e nxehta që janë bërë shkak për vdekjet, leuqemin, kancerin dhe sëmundjet e tjera vdekjeprurse. Qeveritarët që plerat i konsideronin sheqerka të ëmbla, varfëria dhe nisje protestave mbarkombëtare për të ndëshkuar shtetarët dhe tregtarët që po helmojnë edhe fëmijët. Dosja radioaktive numër 359 dhe 6 fakte për kimikatet vrasëse në Shqipëri. Kryebashkiaku Erion Veliaj, parku të liqenit artificial i shtuam në një kompleks sportiv multifunksional. Pazaret e provimeve, Rama hedh batuta për gjyqtarët, por haron pedagogët e korruptuar. Deputetët me damk, ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës, parlamenti duhet të pastrohet plotësisht nga të inkriminuarit. Një opinion nga Ergjys Salushi mban titullin "Kontrolli i lartë i shtetit i hapur me publikun, i rrep me financat". Nga Abdurrahim Ashiku, biografia dhe lufta e klasave. Operacioni provizor i Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian kërkon pezullimin emergjent të vizave, pasi qytetarët që ikin në Evropë pas 3 muajsh kërkojnë azil. Shqipëria e para në listën e rivendosjes së vizave. Skandali me financat, bankat çojnë 100 miliard kredi jashtë vendit. Ujësjellsi, 350 milion për një garsionere serveri. Ndërtimi i pusit 3 milion, pastrimi i tij 36 milion. Sporti në Telegraf, flet trajneri Ilir Daja,
Skënderbeu synon titullin e 7 dhe kupën e parë, ligji për sportin dhe bashkëbisedimi i Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve me gazetarët sportiv. Mozaik dhe aktualitet, Bernard Zotej, komandanti i korpusit Bako Dervishej, Jakub Gjoqa, ambasadori dhe trafikantët e kanabisit. Ja si mund të punësohesh lehtësisht në Spanjë, dokumentet, procedurat dhe siguracionet. Shenjat që paralajmërojnë infarktin dhe atakun kardiak, kura për diabetin dhe tiroidet, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e parë titujt Armina, çadra dhe një çek 200.000 euro. Vaniteti i asaj që quhet Republika e Re, pa fuqi apo sabotim. Marrëzia e çadrës e futur në një spirale pa kthim dhe shkëlqimi i romancave dhe luksit brenda familjes që proteston kundër varfërisë. Politika në vargje, Arben Duka, Rama nuk ka mbështetje, atëherë si do t'i vjedh zgjedhjet? Edhe kryetari i ri po shpalose si një horr, ndaj sërish mbi ta do bjerë rebelimi popullor. Një klithmë nga Mojkom Zeqo, raporti mbrapsht mjeran i politikës ndaj kulturës dhe Fatos Arapi i haruar. Nga Entela Resuli vjen artikulli Djali nga kombinati që fluturon mbi 2 rrota. Nga Bedri Islami, çadra, qoftet e Halimit dhe raportet mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Tarifat, akreditimet, ja sa do paguajnë universitetet për të vlerësuar cilësinë. Tabela me pagesa të rritja janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon çelet me titullin Plera kimike të groposura. Endri Fuga, mashtrim. Zyra e kryeministrit Edi Rama hedh poshtë këto akuza nga mediat italiane. Nga porti Gioia Tauro janë nisur gjatë vitit 2016 me 24.000 kontenier. Prej tyre 2.604 do shkonin drejt Maqedonisë, por në doganën e Qafthanës kanë kaluar vetëm 1.140, shkruan një media italiane që përgjigjështrohet nga kryeministria. Lulzim Basha, pa ikur Edi Rama nuk ka zgjedhje dhe zgjidhje. Editoriali sotëm më shkruar nga Nikol Lesi, mban titullin Silven Gamber ose vartësi poshtë ambasadore së Bashkimit Evropian, Romana Vlahutin. Një opinion nga Blendi Fevziu mban titullin Dështimi i filozofisë së Sorosit në Shqipëri. Projekti Veliera, Manjani për Vangjush Dakon, ku janë kriminalët, në gjykata apo në pushtet? Shkodër, shkatrohet rrjeti prodhimit të bimëve narkotike, 16 arrestuar. Lëvizja Socialiste për Integrim, Ilir Meta, takim me struktura dhe të rinj e Lëvizjes Rinore për Integrim në Pogradec. Kryeministri Rama, gjykatat kanë tjetërsuar dhe grabitur pronat, vettingu çështje kombëtare. Vasili Letër Vlahutin, përgjigjen ndaj Kalaveras, qartësoni rolin e ndërkombëtarëve, do funksionojnë si operacion ndërkombëtar i monitorimit apo si PMU. Ministri Blendi Klosi, nga sot pensioni do rilogaritet 3% më shumë. Raporti, listë me njerëzit që financojnë terrorizmin nga Shqipëria. Një koment nga Lorenz Vangeli mban titullin Lulzim Basha është pa faj. Nga Nuri Dragoj, poezi ku spikat thjeshtësia dhe e vërteta, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot në faqen e parë titujt Plas skandali me pastrimin e parave. Adriatik Lalla bllokoi hetimin e 179 kallëzimeve. Në 1300 raste zyrtarët kryen transaksione para vettingut. Ekspertët e sigurisë japin alarmin. Ja si rusët po tentojnë të kapin Ballkanin. Putin synon dalje në mesdhe. Vasili sherr me ndërkombëtarët për monitorimin e gjyqtarëve. Kalavera kundër kërkesave të ministrit të drejtësisë. Qeveria teknike dhe protesta përçajnë demokratët. Deputetët pranë Bashës kundër gardës së vjetër, kritikojnë qëndrimet e Topallit, Bregut dhe Patozit. Balla zbar dokumentet. Shkërzem Berisha mori 200.000 euro nga Ismail Mulleti, shërbeu si negociator për blerje pronash në Bregdet. Shtyhet hedhja e shortit për anëtarët e Komisionit të Emërimeve në Drejtësi. Artan Zeneli merr drejtimin e Këshillit, të njëjtën nis ngritja e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Bemblushi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk heq dorë nga lëvizjet për përjashtimin e Librës më 18 qershor. Ja propozimet për ndryshime të kodin zgjedhor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe OSBE-ja, krimi dhe korrupsioni nuk duhet të ketë vend në drejtësi dhe politikë. Qytetarët të mos votojnë të inkriminuarit në 18 qershor.
Kristaq Kume, bordi i operacionit ndërkombëtar të monitorimit i pasbatueshëm pa një akt ligjor, reforma zgjedhore drejt dështimit, ja si përfiton lëvizja socialiste për integrim nga largimi i prengës. Idrizi vendos kushte Ramës para zgjedhjeve, kërkon numërues në të gjitha zonat, akuzat të forta Parti Demokratike Lëvizje Socialiste për integrim. Një koment nga Arjan Korpa mban titullin Edukimi i shpirtit të bukur. Nga Besi Bekteshi, teoricienët e komplotit ndërkombëtar kushtetues janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Ta tema në faqen e parë sjell titujt hetimet. Shkëlzen Berisha mori brenda ditës 200.000 euro nga Ismail Mulleti. Zhduket sekseri Noel Kalaj, bashkëshortja e tij nuk e di ku ndodhet. Nga Merobaze botohet editoriali me titull Pa fuqi e Berishës apo sabotim ndaj Republikës së Lulit. Nga Shpëtim Nazarko, artikulli Gjeni vend tjetër për të ndeshur djema. Nga Lorenz Vangjeli, Lulzim Basha është pa faj. Pronat, Rama sjell shembull konkret se si abuzojnë gjykatat. Të çohet njëri këtu dhe të thotë se e fitova çështjen pa paguar. Lul, kjo ishte luftë, nga ditari një i Kanaku. Kur Partia Demokratike hetonte Kreshnik Spahiun, nuk të mbron dot as Benqimja as Deli Jorgji. Robert Goro ju tregoi takimin e Fatos Nanos me Miloševićin me 1997 në Kret. Antena brenda familjes, ditari Megi Pjeshkës, sherri për këngët dhe rrahja e DJ-t janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55 në faqen e parë titujt Rishfaqet Edvin Kimiku, kthejnë Shqipërinë në vareza mbetjesh. Antimafia italiane ka nisur zyrtarisht hetimet, ndërkohë nga Shkupi fërkojnë duart për dhuratën mafioze që po u bëni papërgjegjshëm kryeministri i Shqipërisë. Nënvizon në faqen e parë gazeta 55. Premtimi i Bashës, nuk do të ketë pension në 250.000 lekë gjatë mandatit tim qeverisës. Vëzhgimi, Kalavera më i Kalavera, bordin tënd e mori era. Drejtuesja e operacionit ndërkombëtar të monitorimit po mundohet ta justifikojë ngritjen e një bordi në kundërshtim me kushtetutën, si nder personal për disa ambasador, duke mos gjetur rrugë për të përgjigjur shqetësimeve të politikës dhe të ministrit të drejtësisë. Ajo po bën be rufe se bordi nuk do të sillet keq dhe se vendimet që do të marrë do të jenë vetëm administrative. Por thirrja për të mbajtur një bord antikushtetues e bën bordin pa qëndrues sa një objekt të brisht, që e merr era dhe e flak nga vëmendja e opinionit publik. Fokus, në krah të Sorosit shfaqet zëvendësi Vlahutinit, një diplomat i specializuar për çështje peshku. Pyetja e ditës, Mosxhaçka do ta heqë burrin me veting? Shfaqja me qesharake dhe anakronike ditës së djeshme ishte shfaqja Olta Xhashkës si violinë e parë grave socialiste në mbështetje të vetingut. Shkëlzen Berisha, shpivsi Tauland Balla është në konflikt interesi, ka shkelur procedurat e komisionit. Presidenti Trump zbulon dorën pas protestave anti-Shtetit Bashkuar të Amerikës, është vetë Barack Obama. Nga Shpend Topollaj botohet artikulli Si e përjetova dhimbjen e ikjes të poetit Agim Pepa. Një dosje nga Kastrio Dervishi na çon në vitin 1967, porosia e diktatorit për goditjen e institucioneve fetare. Ja orientimet si duhet ta godisni fen. Janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, rezervistët, ligjëri për ushtarakët në pension, si do rikthehen në skemë nga ministria. Kodheli do thirren në qendrat e qarqeve, do rilistohen të gjithë ushtarakët në rezervë apo në lirim. Keni dhënë shtëpi me qera, sa duhet të paguani pas kontratës dhe kur ajo duhet të regjistrohet në hipotek. Legalizimet, vendimi i qeverisë, ndryshojnë emrat e pronarëve në Tiranë në disa qarqe. Ministri Klosi, nga sot pensioni do të rilogaritet me 3% më shumë. Basha premton, nuk do të ketë pension në 25.000 lekë. Rama, Batërdia, gjykatat falsifikuan dhe grabitën pronat. Propozimi, Idrizi, vendi në krizë, pakt kombëtar për drejtësinë dhe integrimin. Ankan publik për pronat e komunizmit. Bashkimi Evropian do pezulloj lëvizjen e lirë për shqiptarët nëse shtohet numri azilantëve. Rregulloria e re për të punuar dhe jetuar në Kanada, kriteret që duhet të plotësoni. Publikohen tarifat e reja për universitetet dhe kolegjet. Hyn në fuqi vendimi për akreditimet. Një opinion nga Artan Fuga mban titullin Krimi në thonjza i vërtet i Lulzim Bashës. Nga Klodian Tomori, 2 buxhetet e Shqipërisë. Nga Dael Dervishi, çfarë fshihet pas telasheve me bankersin.
Klubi Ballkanit nga Fatos Mullisi vjen artikulli si i shfrytëzoi 365 ditët e mia të punës. Operacionet e CIA-s, emrat e agjentëve të Greqisë në Shqipëri, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard çelet me titullin Drithije skandali. E zbardhin mediat italiane. 1300 kontenier me lëndë kimike nga Italia janë groposur në Shqipëri. Kontenierët u zhdukën në kufirin mes Shqipërisë dhe Maqedonisë. Hetimi kryer nga policia italiane ka theksuar mundësinë që mbetjet jenë varrosur në Shqipëri. Shqipëria e përfshirë në biznesin e mbetjeve, citohet media italiane në faqen e parë të gazetës Standard. Zyrtarja maqedonase, 1300 kontenierët me lëndë të rrezikshme u vendosën në Shqipëri. Prokuroria nuk ka hetim për hyrje të mundshme të paligjshme të kontenierëve. Nuk u diskutua me drejtorin e antimafjes. Zyrtari Vlahutin në delegacionin e Bashkimit Evropian dhe drejtori i Fondacionit Soros kritikojnë edhe mediat. Po liria e shprehjes dhe mendimit ku humbi, apo trendi i mediave të Kazanit. Rritja elektorale, nga sot pensionet do të llogariten me 3% më shumë, ja kush përfiton. Një opinion nga Artan Fuga titullohet Basha po kërkon rupturë institucionale, një shans për progres politik. Para kryeministrisë, Partia Demokratike inspekton Alibabën me 40 hajdutët, pasqyron Ramën dhe ministrat. Dita e 11, Basha, nuk do të ketë shqiptar me pension minimal në 250.000 lekë. Bordi i operacionit ndërkombëtar të monitorimit, Calavera, ka rol administrativ. Vasili, rregullore për funksionimin. Schengeni, Bashkimi Evropian pezullon vizat në disa vende, rrezikon Shqipëria. Rënja e kredidhënies, bankat frenojnë kredin, leku fluturon jashtë vendit. Kapen 100.000 rënj, arrestohen 18 persona në Shkodër, mes tyre efektivi forcave të ndërhyrjes së shpejtë dhe 2 kryepleq. Në brëndësit gazetës Standard sot është suplementi shëndet dhe estetik. Spinaqi, më shumë se hekur, ushqim për trurin, syt dhe haresën. 7 ndikime pozitive që sjellin në shëndet farat e kungullit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Riline Demokratike çelet me një fotomontazh, duan vetting. Nuk ka shpëtim, largimi i Ramës çështje kohe. Protesta tjetër më e madhe se 18 shkurti. Mbështetja popullore dhe mbështetja ndërkombëtare në rritje ndaj protestës qytetare, po izolojnë faktorët e së keqes. Askush nuk do të mund të ndalë ndryshimin. Betejë për zgjedhje të lira me qeveri teknike do të fitohet. Asnjë tërheqje nga kauza. Po ngrihen shtabet e krimit në çdo qytet për të kapur zgjedhjet. Jo më pensione në 250.000 lekë. Nga Artan Fuga botohet artikulli Krimi në thonjza i vërtet i Lulzim Bashës. Nga Enver Bytyçi, kauza dhe misioni i Bashës. Nga Frok Çupi, jemi në vitin 1946, 19 katolik të veriut në pranga brenda orës. Soros, 150 milion euro të majtës. Shkëlzen Berisha për ballën, Palaço i Ramës. Dënim me vdekje, 32.000 ton mbetje kimike, janë titujt e faqes së parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Integrimi, zbatimi reformës në drejtësi, Petrit Vasili, momenti për të treguar maturi, racionalitet dhe ekuilibër. Ministri i Drejtësisë ka zhvilluar takim me bashkëraporterët e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, qasja e re ndaj ligjit dhe respektimi rigoroz i tij, mesazhi më i mirë për zbatimin e një reforme solide. Foto lajm, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta, takime me të rinj në Kolonjë dhe në Pogradec. Një koment nga Regjina Limja mban titullin Sistemi vlerave mbi të cilën ecën Lëvizja Rinore për Integrim dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Nga Richard Fuchs, arsyet përse duhet jemi krenar për Evropën. Takimi i tretë i Komitetit të Ekspertëve midis Greqisë dhe Shqipërisë. Nora Malej, pas 10 vitesh arrihet marrëveshja për njohjen e standardit të teksteve të përbashkëta. Edmond Panariti, i deleguari Lëvizjes Socialiste për Integrim për qarkun Korç, takime strukturat e LSI-s. LSI është larg konflikteve dhe demagogjive, por forcë stabilitetit. Drejtori i përgjithshëm i ATSH-s takime ambasadorin e Austrisë, Sattler Podgoricës, Agjencia Telegrafike Shqiptare, agjenci serioze me një balans publike të pakontestueshme. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, Skënderbeu akuzon, Laçi do tolerojë ndaj Partizanit.
Lufta për Kreun. Klubi Korçar hedh dyshime të forta për ndeshjen e së shtunës. Drejtori përmeti, nuk është e drejtë, kjo aleancë prish garën. Reagon Partizani, Korçarët të mësuar me pazare, duan të bëjmë pis garën. Intervista, Gjici replikon me takajn, nuk lodhem, kuksi im të trëmbë. Kategoria 2, Tirana merr hak në derbin e vogël, masakron 7-2 të kuqt. Shpërblimet, Federata Shqiptare e Futbollit injoron klubet. UEFA rrit premiot, por në Shqipëri titulli dhe kupa paguen si 10 vite më parë. Ish sulmuesi Sinani, vllaznia e rrezikuar, por nuk ka toleruar. Flamurtari, Birçe, vlonjatët nuk bien, ja kush e fiton titullin. Kupa e Italisë, feston Juvja, Dybala dhe Higuain tërbojnë Napolin. Problemet, shitja e Milanit, kinezët dridhen sërish. Spanjë, Zidane thëmbon Barçën, ankohen vetëm dështakët. Bayern Munich, kupa, Ancelotti ngre zërin para Schalkes. Ish trajneri Mancini, me mua Interi do ishte për titull. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju luftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.